Linjat e transportit interurban në Vlorë janë ngritur këtë të hënë në një protestë paqësore. Drejtuesit e autobusëve që bëjnë linjat me Tiranën, Beratin, Elbasanin, Sarandën dhe qytete të ndryshme në këto itinerare kanë pezulluar aktivitetin. Në intervistat e tyre ata kërkojnë dënimin dhe ndalimin e aktivitetit palishëm të taksive dhe furgonëve privat dhe të palicencuar, si dhe ndërtimin e terminalit, ku sipas tyre Vlora mbetet i vetmi qytet që ende se ka një të tillë. Thonë se do të pezullojnë aktivitetin duke penalizuar qytetin deri në zgjidhje. Kërkojnë një takim me përfaqësuesit e pushtetit lokal, pasi kundërshtojnë dhe zhvendosjen drejt periferisë. Ata theksojnë se prej sot nuk do të vijojnë punën deri në një moment të dytë dhe gjetjen e një zgjidhje, si për terminalin, ashtu dhe për konkurrencën e paligjshme, pasi në këtë mënyrë janë totalisht të falimentuar. Ne kërkojmë bashkëpuninë e bashkia të shërbejmë njerëzve në mënyrë normale. Kërkojmë një terminal që të ketë mundësi të vi qytetari me urban. Se nuk kanë mundësinë të gjithë të vinë në terminal me vetura. Do vinë njerëz me çanta me gjëra. Atje s'ka nuk ka një banjë në terminal. Ku do të jetë? Në anë rrugë. Edhe po këtu pa konkurrencë pa ndesh, furgona, vetura, me targat bardha, me targat verdha, si të jenë. Ju sot do të punoni? Deri kur do të vazhdoni? Unë presim një përgjigje nga bashkia, na çojmë një vend të ketë terminal të saktë. Jo në anë rrugës, nuk ka një hije. Nuk do të punoni dhe mbi apo jo? Si ta vendosim për më brava? Sa do të vazhdoni? Ne kërkojmë kur të plotësohen në kërkesat tona. Kërkesat tona janë shumë të thjeshta. Vlora është qytet turistik. Ne kemi përballuar turistat në Behar, ne kemi përballuar në 99-ën, kemi marrë kosovarët në Kukse e kemi çuar. Për ne shteti asnjëherë qyteti i Vlorës nuk ka marrë masa. Kam 34 vjet që punoj me autobus dhe nuk na janë krijuar asnjë kusht më të vogël, vetëm po mbijetojmë vet, po e mbajmë vet. Ju sot ngrini shqetësimin e konkurrencës paligjshme? Këtu ku punojmë neve 50 metra më tej rrin të paligjshmit. Marrim në telefon policin, vin policia edhe ata ikin me njëherë. Sa ikën policia, prap ata, të njëjtin gjë. Ti do të vijoni? Kërkesë tjetër më kryesore ne kemi terminalin. Populli s'ka ku të rrinë në për rrugë. Le që thonë do na çojnë te burgu, pus benzinit. Është jashtë lishme kaq larg. Si mund të vinë një qytetar? Mirë, vin taksia atë ashtu, po gjithë populli është i varfër. Me çfarë do vi populli atje? Kjo bëhet, nuk e di, për të na falimentuar ne, nuk e di pse e bën bashkia. Nëse ata të bashkisë ka marrë ndonjëri në një tender në një gjë dhe duhet na falimentojnë neve, e bëjnë qëllimisht që neve ta lëm punën, ne kërkojmë zgjidhje. Ju sot do të punoni? Jo, sot nuk punoj. Sot edhe në vazhdim. Nuk do të punoni. Do shikojmë si të mlidhen përfaqësuesit edhe çfarë do. Sot çfarë? Sot duke qenë që Vlora është një qytet turistik dhe mbahet si mbretëresha e turizmit në Vlorë, në gjithë Shqipërinë, është pa një terminal ku qytetarët të dinë se ku do drejtohen produktiv. Plus kësaj është edhe konkurrenca e pandeshme që lulëzon çdo ditë. Kushdo që ka një makinë mund të dalë të transportojë njerëz për Tiranë, me tagat bardha, me tagat verdha, s'ka rëndësi. Po, ju sot nuk do të punoni apo jo? Sot jo. Po në vijim? Po do vendosim se çfarë do bëjmë vijim. Do ta shkallëzoni protestën? Po ne jemi të falimentuar, kështu që do vendosim, do mblidhemi, do marrim masa të tjera. Linjat e transportit urban kanë nisur kështu protestën paqësore ndërsa kundërshtojnë zhvendosje në periferi në terminalin e përcaktuar nga pushteti vendor dhe kërkojnë goditjen e konkurrencës së paligjshme, ndërsa protesta e tyre do të vijojë duke pezulluar punën.